Mirëmbrëma nga unë dhe Amarildo, 8:05. Mirëmbrëma. Jemi në 28 nëntor, por nesër është 29 nëntori dhe kemi zgjedhur si titull parullën e ballistëve. Partizanët e kishin vdekje fashizmi liri popullin, mos gaboj. Ballistët Ne kemi vdekje populli. Jo, Shqipëria shqiptarëve vdekje tradhtarëve. Okej. Dhe do të diskutojmë një çik për festën e pambarësisë, kur plagu i Vlorës shpalli pambarësinë, po edhe po dham në një tezë apokrife na e bëni hallall. Ky emision është pikërisht për të bërë gjërat, për të thënë gjërat apokrife dhe dali jashtë atyre tregimeve të zakonshme. Do flasim edhe për luftën nacional çlirimtare, ku disa e konsiderojnë çlirim, disa e konsiderojnë pushtim, dhe për pasojat e saj që erdhën. Do ta filloj një çik nga festa e pambarësisë. Unë nuk do flas sepse unë di çfarë flas, po s'kam në gjuhë ndonjëherë Amarildon që ta zbërthej tamam. Po e nis nga ashtu. Festa e pambarësisë, ke respekt për Ismail Qemalin? Për Ismail Qemalin jashtë masë respekt. Luigi Brakuqin se ti zakonisht me sa di unë për një 10 që nuk kap për këto Jo, po s'bon, se po të bosh që bo Shqipnia. Shkën 3, 4, 5, mësa në fillo ai 5 është, hajde dhe ti ta mushim fugonin. Nuk borë, më sinqerisht nuk borë. Ja shqipi sot, s'borë më, po, që 20 deputet, po mi gjete 5, mi rëshot 5 sajmrat sak, unë gjithë 10 ke pjesa tjetër. Okej, Luigi Brakuqin? Një figur kryevepër, po mos t'i kapim në figura. Ti sa boletinin? Natyrisht i jashtëzakonshëm. E di si është problem pse them unë i jashtëzakonshëm, që t'jem kështu, unë nuk e njoh fare historinë atyre. Dhe bëj mirë që se njoh, as nuk e futem fare. Zero. Unë çam ka thonë ai që vdiq në 85 në tek maj, për shembull. Ky është Ismail Qemali, është e ke përsëri babai. Ti se dje që ishte i martuar me grua greke? As grua greke, as kalamoj, as vlla, as i gjo. Po pse nuk na i thoshin këta Amarildo? Për të shetë vërtetën? Sepse problemi ishte o do punosh o do merresh të gërmu emrat e figurat historike, përveç se ti për ulesh nuk ke asnjë lloj gjë tjetër që mund. Aq më tepër që mund t'i nxjerrësh nga konteksti. Eksaktësisht. Në momentin sepse mos harrojmë diçka, që ta marrim çik pak më seriozisht. Mos harrojmë diçka. Unë jam i bindur, ndoshta e kam shumë gabim, jam i bindur që pavarësisht dëshirës së miliona shqiptarëve, miliona si ishim në, po e zej miliona. Le të themi miliona. E kapshim 2 milionë që në rregull. Aty. Pavarësisht asaj dëshire, ishte pamundur që ti të fitoje pavarësi. Kemi qenë kombë më i madh në Ballkan, Në rregull, po ishte pamundur. Domethënë ishte komplet e pamundur që të fitosh. E tregoj, historia e tregoj që e fitum të fundit edhe me vështirësi. Pra, detyrimisht kanë qenë momentet e kohës që këta njerëz të shkëlqyer e kanë shfrytzuar, kanë kapur pikërisht momentin për të na dhënë pavarësinë, pra gjë fantastike që na takote, nuk them unë që s'na takote, ajo që po them është që nuk e merr dot. Madje na takote edhe më përpara. Bravo. Po se merr dot. Por siç më the para emisionit, Austro-Hungarisë ju dote për me. Bravo, pra kishin pikërisht planet e vetë afatgjata. Faktorin katolik, që ai në atë moment ishte mbrojtëse e katolikëve, perandoria austro-hungareze në botë. Për t'i përdorur dhe ata si mish për tokë, për diversion, patjetër, pavarësisht se për shembull ajo linja që morëm ne e katolicizmit, po ta shikosh dhe po të shikosh dhe shkrimet e këtyre, dhe gjithë dhe të atyre sot, për shembull, që shkruajnë atë të katolicizmit, është shumë soft ajo pjesa e Austrisë. Po të hapësh dokumentat e Austrisë, del që dhe në Ukrainë atë kanë thonë dhe ju jeni katolik mirë, ose jeni çfarë them unë ty, jeni raca jon. E ma me në atë racën e famshme që ishte, që na doli, që e marrsim gjithkohon, që i thej thoshte ju jeni raca ariane, kështu ashtu. Ishte sepse këto kishin një plan, duke qenë perandori, ishin një plan që
me anë të fesë apo me anë të X gjoje, siç mund të ishin dhe musliman nga krau tjetër, për diçka tjetër, megjithëse ishin më soft këta, ishte që do mërësh ato interesa. Dhe kur erdhën për shumë gjermanët këtu, ishte festë e madhe, u bë pak festë për italian, kurse për gjerman filloi qefi madh. Më fishe këzare, am kuptove. Që ju që në erë, ishim pregatit Është unë e prishën ata legendat, ngritën prite. Bravo. Por, sepse erdhe pikërisht kjo linjë. S'dum ta pranim erdhe kjo linjë. Pra nuk ishte linja italiane, le të themi. Më kuptove? Edhe ata për ato qëllime. Po shpjegoj se ishin dy linjat më të forta. Ishte linja italiane dhe linja austro-hungareze ose austriake. Kene erdhi linja austriake. Shkodran për shumë e kishin më afër linjës italiane, për shumë gjatë para viteve 90, më këto se ishin gjysë italian që qushin. E mendoni që i kishte hudh dalga. Bravo, më kuptoj, pra kjo është pak a shumë, po të flasin troq, sepse ky emision pikërisht për këtë, që flasim troq, kur sha vetën llogarit ose kur flet diçka. Jo. Që ke bo vetën ashtu është. Pra, se ka një linjë që do ta poshtroj gjithçka shqiptare, kur gjithçka bë gabim dhe po dua të them edhe një diçka. Unë kam jetuar në Shkodër dhe katolikët mendonin që Kisha Katolike është e lidhur me Italinë. Në fakt, Kisha Katolike Franceskania është e lidhur po pra, ka pasur përplasje të mëdha me shtetin italian, sepse ata s'donin që të formojë Italia, se prishi Vatikanin, prishi shtetin papal. Dhe administrata italiane është antiklerikale e thekur. Po këtë se kuptoni se është mungesa informacionit, mungesa megjithëse dhe shërbimet sekrete italiane ju intereson dhe mirë besot i thoshe se derisa më duhesh punë çonci ka. Quhen ato false flag që përdoren. Patjetër. Pra është normale kjo që secili do ndikimin e vet. Ajo që dua të dalë, domethënë, është që këto figura vërtet ishin të jashtëzakonshme. Domethënë, ti shkana që janë komentat, por. Prap nuk mund ta hiq dot faktin që këto përqafuan momentin e kohës. E përqafuan në mënyrë fantastike moment e kohës. Tani të marrësh. Shiko, mund të bëj një ndërhyrje unë më shumë nga të gjithë, nga ortodoksët, nga katolikët, në këtë moment historik unë vlerësoj përfaqësuesit musliman sepse ata ndiheshin pjesë e perandorisë otomane. Më kupton? Ishin dhe ti thush për shembull Aqif Pasha Elbasanit, i cili ka qenë një ndër mbrojtësit më të madh, më të mëdhenj të pavarësisë shqiptare. Ti thua që more si ka mundësi që ti u shkëpute nga ajo pika e lidhjes me perandorinë otomane dhe the do bëjmë Shqipërinë. Një kohë që perceptimi për gjithshëm ishte që do bëhet Shqipëria, apo do jetë Shqipëri e kaurve, nuk do jetë Shqipëri e muslimanëve. Megjithatë, gjysma e më tepër atyre që për kran, parasysh ishin hoxhallar, pashallar, njerëz, domethënë me mendje të hapur, prandaj them unë që ishte një bërtham njerëzish të mëdhenj. Pra ishte vërtet dhe kësaj mbetëm dhe unë, ishte vërtet një bërtham njerëzish të mëdhenj dhe çdo gricje e çdo lloj personazhi aty, sepse dëgjoj. Ne nuk kemi pas histori. Do më pavarësisht po ta kapësh historinë tonë, ishte shumë cop, sepse që ta përkthejmë të qytetet tona pa ne ka qenë cop, se s'kishe ku me u gëzu, s'kishe pra çat u gëzoshe. Zero. Vetëm kur vitin ai pushtues u gëzoshe. Sinqerisht, mund të ky pushtues atë pushtues dhe po ti shohësh, do mos po i futem thellë me emra se është gjynov. Se ka zot nol, po të shifshe një patriot luftote për X perandori, ky patrioti tjetër luftote për X perandori, më kuptoj sepse gjithë mendonin, siç mendojnë kombet, që hëse do na japin pavarësinë këto ose hëse do na japin lirinë. Ti japin trapin, po shkurt muhabeti ti e bë tentativën. Kjo është pak a shumë po ta shohësh sidomos luftën e parë botërore dhe këto gjonat. Por, ose edhe përpara luftës parë. Por, çfarë është e rëndësishme ose çfarë duhet vëmë pikën mbi i, është që figura si Ismail Qemali, Luigi Gurakuqi,
e me radhë. Këto janë figura që ku do të ndërtosh një komp, ti nuk le lloj paçavurje, historiani, si dush merret ti, që të merresh me këtë figurë. Sepse në momentin që të çmitizo ato pak figura që ne kemi, atëherë ti çmitizo dashurinë për kombin. Absolutisht.